Atëherë sot me të vërtet ishte mbledhja më e rëndësishme e vitit, pasi muaji dhjetor është muaji ku trajtohen projekt vendime si ç'është buxheti i bashkisë, por këtë mbledhje e bën dyfish të rëndësishme kërkesa që ne si opozitë kemi bërë, unë personalisht bashkë me mbështetjen e gazetarëve dhe gjithë opinionit dhe gjithë qytetarëve, e bën shumë të rëndësishme fakti që kërkesa që unë kam parashtruar për rishqyrtimin dhe heqjen apo shfuqizimin e titullit të Gjergj Velos, të dhënë ndoshta në mënyrë të nxituar nga Bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Unë përtej lumturisë që kam për këtë akt që u ndërmor sot nga Këshilli, sepse realisht është ditë e lumtur, sepse Zoti Velo është një nga ata personazhe që përfaqëson të kaluarën e errët komuniste. Përfaqëson atë shtresë shoqërisë që ka trysnuar, ka internuar dhe shtypur një sër qytetarësh dhe intelektualësh të vendit tonë. Dhe duhet përgëzoj gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak që e mbështetën këtë kërkesë timen, sepse realisht nuk vendoset vetëm dinjiteti im apo i atyre njerëzve që kanë vuajtur prej Gjergj Velos, por në një farë mënyre Këshilli Bashkiak, Bashkia Lushnje, me dëshirë apo pa dëshirë, rivendos këtë dinjitet në vend. Edhe unë këtë shqetësim kisha të parit, sepse dëgjova Kizimin e vendimit numër 93 datë 29/9/2025 për dhënje titulli qytetar deri i Lushnjë zoti Gjergj Velo. Ku ka më njëri gjë për të diskutuar? që s'është nevojshme të relatojmë këtë, besoj kanë parë. Arsenin. Për heqjen e titullit qytetar deri. Unë të në veri, po s'kam që në votim, që largohen, se kam votuar personin. Njëzet e tre kundër.